Dhe pra të dashur miq, dal nga dal, po na afrohet edhe java e Bajramit dhe java kur të gjithë përgatisim baklavën. Unë sot po sjell recetën më të vjetër të baklavas, recetën të cilën ma ka mësuar nëna ime. Brumin e baklavas do ta bëjmë sa më tradicionale, por kur t'i hapim petët do të bëjmë një ndryshim, nuk do t'i hapim një nga një, por do ta lehtësojmë punën duke i ndarë ato në petë më të vogla dhe duke i hapur nga 10 për menjëherë. Është receta ideale për të gjithë ata që nuk kanë hapur asnjëherë baklava. Ju sugjeroj që ta provoni sepse jam e sigurt se nuk do të dështoni. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Kur përgatitni baklava, ju lutem, gjithmonë të gjitha produktet duhet t'i keni në ambient dhume, më spaku 2 deri në 3 orë. Nuk duhen që t'jenë asnjëherë nga frigoriferi. Fillimisht një inë më të madhe, shtojmë 4 vezë të plota. Ju lutem që t'i kontrolloni vezët, që e kuqja e vezës të qëndroj top, që brumi i baklavas mos t'ju prishet. Pasi shtojmë 4 vezë të plota, vazhdojmë që mbrenda të shtojmë edhe 2 të kuqet vezës. Dhe me njëherë vazhdojmë i përzijem vetëm vezët njerë. Si i përzijem mirë vezët, vazhdojmë që t'i shtojmë produktet e tjera. Në këtë baklava do të shtojmë edhe qumësht edhe kos. Gotën që unë po e përdor është 250 ml, pra një gotë 250 ml me qumësht e shtojmë te vezët. Vazhdojmë që ta shtojmë tani edhe gotën me kos, edhe gota e kosit është e njëjtës madhësi, 250 ml. Si dhe një gotë 250 ml me vaj. Vazhdojmë tani i përzijem me tel kuzhine mirë për disa minuta, derisa të sigurohemi që të gjitha produktet do të lidhen dhe do të bëhen bashkë. Vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Ju lutem, bëni kujdes me mielin. Mielin e shtoni pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Sasia e mielit gjithmonë do të ndryshojë. Ndryshon nga marka e mielit që po e përdorni, ndryshon edhe nga madhësia e vezës që e kemi shtuar. Unë do ta shtoj një herë të gjithë mielin dhe pastaj në fund do ju tregoj fiks se sa gram miell më janë dashur mua për ta formuar brumin e kësaj baklavaje. Kemi shtuar pak nga mielli, shtojmë edhe pluhurin për pjekje, një pako 10 gram. Dhe me maje të gishtave kryp. Dhe tani vazhdojmë duke përzier dhe duke formuar një brum mesatarisht të butë dhe të lëmuar. Duhet që ta ngjeshni mirë që brumi i baklavës të bëhet elastik. Sa më elastik bëhet brumi i baklavës, aq më lehtë pastaj hapen petët e baklavës. Brumi i baklavas është gati. E kam ngjeshur mirë për disa minuta dhe në total mua më janë dashur 1 kg e 200 gram miell për ta formuar brumin e kësaj baklave. Dhe po e vrini sa elastik është brumi, unë po e tërheq dhe ai nuk po shkëputet. Kështu duhet të jetë brumi i baklavas. Tani lejojmë që brumi i baklavas të pushojë. Sa më gjatë pushon, aq më mirë hapen petat e baklavas. Unë do të lejoj që brumi të pushojë dikon për 30 minuta, që të lëshohet mirë dhe pastaj vazhdojmë që ta punojmë baklavën. Harroni që brumin sipër ta mbuloni me nylon foli që mos të bëhet me kore. Dhe pas 30 minutave, brumi i baklavas është gati për të vazhduar dhe për ta punuar. Tani më është bërë edhe më elastik. Mund ta vrini. Pra po e vrini, brumi tani është edhe më elastik, unë e tërheq dhe nuk shkëputet. Kështu duhet duket brumi i baklavas për t'ju dalur rezultati final ideal. Vazhdojmë brumin, e punojmë vetëm pak dhe e lëmojmë dhe vazhdojmë që ta ndajmë tani. Njëherë vazhdojmë që brumin ta ndajmë në gjysmë, në 2 pjesë të barabarta. Tani, nga secila pjesë e brumit, largojmë nga 3 kuleç më të mëdhenj në këtë mënyrë.
Pasi ndajmë në 6 kuleç të barabarta, marrim një pjesë të brumit, e tërheqim pak me duar dhe vazhdojmë tani nga njëri kuleç të largojmë 10 kuleç të vegjël. Në total, nga kjo baklava do të largojmë 60 kuleç, por në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë dhe do t'ju dalin të barabarta gjitha kuleçt e baklavës. Pastaj i marrim në duar, i lëmojmë nga pak dhe vazhdojmë i rendisim në një anë. Pra shumë pak me duar. Marrim një tepsi më të madhe, shtrojmë poshtë tepsisë një shiste dhe këto vazhdojmë të rendisim kuleçt që i përgatitëm. Vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë, i ndajmë të gjitha pjesët e brumit, kështu nga 10 kuleç, i lëmojmë mirë dhe i largojmë anësh. Dhe kështu duken të 60 kuleçt pasi i kemi punuar dhe avë kemi dhënë formën rrumbullake. Në tepsi duhet që t'i mbani mbuluar me nylon foli që mos të vendosin kure dhe duhet t'i mbani mend cili ka qenë rendi i parë dhe 10 kuleçt e para. Vazhdojmë që t'i punojmë tani këto të parat. Ndërkohë që këto i punojmë, këto tjerat do të pushojnë, por mos harroni që t'i mbani mbuluar. 10 kuleçt e para i kam afruar afër vetes. Këtu kemi edhe një shisten. Vazhdojmë i rrotullojmë në një shiste dhe tani vazhdojmë që t'i hapim në madhësi të një pjate njëherë. Tani nuk do t'a përdor shkopin për t'i hodhuar, por do e përdor një të trashë, kështu pasi në këtë hapen më mirë. Pra kaq mjafton. Mos harroni t'i shtoni një shiste edhe sipër. Vazhdojmë tani kështu, i hapim të gjitha një nga një, derisa të përfundojmë me tërë kuleçt, por do t'i rendisim nga 10 kuleç në mbi një. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dhe kulaçi i 10. Përsëri sipër shtojmë një shiste. Dhe këtu e kemi pjesën e parë të kuleçve. Këto i vendosim në tepsi, vazhdojmë i hapim gjitha petat ashtu, duke i renditur nga 10 njëra mbi tjetrën, por siguroni që përsëri t'i mbani mend se cilat janë kuleçt e para. Dhe kështu duken pasi kemi holluar të gjitha dhe kemi renditur njëra mbi tjetrës nga 10 kuleç. Përsëri sipër i mbulojmë me nylon foli dhe lejojmë që të pushojnë edhe për 15 deri në 20 minuta tjera, por mos harroni përsëri që ta dini se cilat kanë qenë kuleçt e para, cilat i keni renditur në tepsi, sepse ato janë të parat që do të bëhen më të lehta për t'i hapur. Ndërkohë që presim që kuleçt të pushojnë, vazhdojmë që ta bëjmë gati gjalpin. Zakonisht në baklava është mirë që të përdorni gjalp. Unë po përdor gjalp bio të fshatit dhe në total këtu kam shtuar 400 gram gjalp. Mund ta bëni edhe me margarinë, por nuk do t'ju këshilloja që baklavan ta bëni me vaj, sepse nuk merr aromë fare të mirë. E vendosim tani gjalpin në zjarin më të ulët dhe lejojmë që të shkrihet tërësisht. Dhe tani këtu i kam bërë gati edhe arat. Unë preferoj që në baklava arat t'i bluaj imët në blender, kështu më pëlqen më shumë. Në total, unë do të shtoj 500 gram ara, sepse më pëlqen që në baklava të ketë pak më tepër ara dhe i shtoj vetëm një rend me ara. Dhe tani që kam pushuar kuleçt janë të gatshëm për të vazhduar dhe për t'i hapur. Marrim 10 kuleç për me një herë. Pak i shtypim me duar pjesët e çosheve që të na ngjiten dhe mos na hapen tani kur
bukur, vazhdojmë që t'i hapim me talluse. Shtojmë një shiste sipër, shtojmë një shiste edhe poshtë dhe vazhdojmë me hapjen e petëve. Njëherë derisa të rritet baklava, vazhdojmë e hapim kështu. Pasi e hapim pak në një masë kështu, tani vazhdojmë që ta mbështjellim për shkopin, për tallusen, ta arrim deri këtu. Tani e gjithë puna bëhet me pëllëmbën e duarve, me këtë pjesën. Shumë lehtë, nga brenda, jashtë, disa herë. Do ta vrini se petët rriten me një herë. Vazhdojmë tani nga ana tjetër, njëjtën mënyrë, i mbështjellim deri lart dhe me pëllëmbën e duarve. Vazhdojmë kështu nga brenda, jashtë. Është lehtë hapja e petëve të baklavas, nuk është e vështirë, dhe ju sugjeroj që të gjitha dhe ju fillestarët ta provoni, sepse është me të vërtetë shumë e thjeshtë. Vazhdojmë tani e hapim ende. Dhe çdo herë vazhdoni e mbështjellni nga ana tjetër. Vazhdojmë edhe pak, edhe disa herë, pra dikun 7-8 herë do t'ju duhet që ta hapni petën që të bëhet e hollë. Dhe kështu duket peta e baklavas pasi e kam hapur për 7 deri në 8 herë në të gjitha anët, pra po e vrini se sa e hollë është. Edhe pse janë 10 kuleç, mund t'i vreni gishtat e mia poshtë brumit të baklavës. Tani e marrim tepsinë ku do ta pjekim baklavan dhe e vendosim sipër petës. Me ndihmën e një thike të sprehtë, vazhdojmë që t'ja japim formën rumbullake, por gjithmonë dilni pak më jashtë tepsisë, dikon gjysmë centimetri, sepse peta e baklavas mbledhet. Dhe pjesët që kanë mbetur i prejmë dhe vazhdojmë i rendisim në tepsi. Vazhdojmë tani kështu i hapim derisa të arrim tani në mes, pra duhet i hapim 3 petë për të arritur tek mesi i baklavës. Është mirë që të pastroni vendin ku i keni bërë petën, që mos ju ngjiten pastaj këto pjesët e petave të holluara të brumi i baklavës. Vazhdojmë tani në njëjtën mënyrë, i hapim edhe 10 petët tjera. Ne e shtojmë një shisten dhe vazhdojmë ta mbështjellim dhe ta hollojmë petën e baklavas, ashtu siç u demonstrova edhe herën e parë me pëllëmbët e duarve. Nga brenda, jashtë. Dhe tani jemi në gjys dhe këtu i kam vendosur fiks 3 petat e baklavas, duke i renditur ashtu si bëra me petën e parë edhe pjesët anësore brenda. Vazhdojmë tani që këtu t'i shtojmë arat. Vazhdojmë tani i hapim edhe 3 petët e mbetura. Dhe tani baklava është gati dhe kam përfunduar me gjitha petat, duke i renditur ashtu siç u demonstrova dhe juve në video. Tani vazhdojmë që t'ra prejmë dhe t'ja japim formën. Unë përsëri do t'a bëj në formën tradicionale, në formë të lulës, por ju mund t'a prejni sipas dëshirës së juaj.
Vazhdojmë tani i prem pjesët tjera në të njëjtën mënyrë dhe tani pjesët tjera i keni shumë më të lehtë për t'ia dhënë formën, sepse do të bazoheni te vijat të rindi i parë. Dhe forma e baklavës në formë të lules është gati. Pra është me të vërtet lehtë dhe një e formës, mjafton që ta ndiqni videon dhe ta prini ashtu siç bëra unë. Vazhdojmë tani sipër baklavës t'ia shtojmë gjalpin e shkrirë. Ju lutem bëni kujdes, nga gjalpi largone tër dhalltin dhe ta shlon, pastroni mirë që gjalpi t'ju duket kështu. Vazhdojmë tani fillimisht nga pjesët anësore, që të sigurohemi që gjalpi do të futet mirë brenda te baklava. Dhe tani baklava është gati, por gjithmonë pasi t'ia shtoni gjalpin, është mirë që t'lejoni që të pushoj baklava, ta tërheq mirë gjalpin, dykon për afërsisht 20 minuta. Pastaj vazhdojmë me pjekjen, pra një nga momentet më kritike për një baklava. Pasi është e trash, pra kemi bërë 60 kuleç, por janë shtuar nga 2 renda, dhe në total këtu brenda kemi 120 pet të baklavas, duhet që ta pjekni në furrë të parangrohur, do ta parangrohni furrën në 250 gradë, në momentin që do ta vendosni baklavan brenda në furrë, e ndaloni zjarrin në 180 gradë dhe në 180 gradë e pjekni për 3 orë deri në 4, por gjithmonë duke e kontrolluar që mos t'ju digjet baklava. Në orën e fundit, nëse e shihni që sipër është skuqur, por brenda petët ju duken ende të bardha, do ta mbuloni me një letër për pjekje dhe do të vazhdoni që ta pjekni po në të njëjtën temperaturë. Dhe shumica nga ju më keni pyetur se si mund ta ruani baklavan, ta pjekni dhe ta ruani pa shërbet. Mund ta ruani lirisht. Baklavaja e pjekur mund të ruhet për 1 muaj pa u dëmtuar fare, por duhet që ta ruani në vend të errët dhe në vend të ftoftë. Pastaj në momentin që ju duhet, e zijeni shërbetin dhe vetëm ja shtoni sipër baklavës. Ndërkohë që baklava pjeket, vazhdojmë që ta përgatisim shërbetin e baklavës. Në total, për këtë tepsi të baklavas, kemi nevojë për 1 kg e 800 g sheqer. Vazhdojmë të shtojmë sheqerin në një tenxhere më të madhe. Dhe në të njëjtën sasi shtojmë edhe ujë, 1,8 decilitra me ujë. Para se ta vendosim shërbetin në zjarr, është mirë që ta përzijem mirë derisa sheqeri të tretet mirë te uji. Në këtë mënyrë do ta ruajmë ngjyrën e bukur të shërbetit. Dhe tani vazhdojmë në zjerje. Zarin do ta mbajmë mesatarisht të lartë dhe presim derisa shërbeti të merr val. Nga momenti që do të fillon që të vlon shërbeti në zjarr mesatar, do ta ziejmë fiks për 10 minuta. Dhe pra të dashur miq, në këto momente baklava është pjekur dhe është gati. Pjekjen unë e bëra në këtë mënyrë. Për 1 orë e gjys e lash që të piqet pa letër dhe edhe 1 orë e gjys tjetër i kam vendosur sipër baklavas letër për pjekje dhe kam vazhduar e kam pjekur në temperaturë për 180 gradëve fiks për 3 orë. Pasi është pjekur, e kam ndalur furrën dhe kam lejuar që të qëndrojë brenda edhe për 30 minuta tjera. Tani lejojmë që të ftofet, dikon për 25 deri në 30 minuta, që baklavaja na jetë e vakët. Dhe tani, sipër baklavas së vakët, e shtojmë shërbetin e vakët. Dhe nëse e vreni që momentin kur e shtoni shërbetin, baklavaja e të heq me një herë brenda, kjo do të thotë se është pjekur në mënyrë perfekte baklava.
Dhe tani, pasi ja shtojmë shërbetin, mbetet vetëm që baklava të ftofet. Është mirë që të lejoni që baklavaja të pushoj pak më gjatë në sherbet, pra dikum për 12 orë që ta thithë mirë shërbetin dhe pastaj është e gatshme edhe për ta shërbyer dhe për ta provuar. Si në çdo video recet, edhe në këtë video, në fund do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër për të parë edhe ju rezultatin final se si është pjekur edhe nga brenda baklava. Dhe të dashur miq, baklava tani është gati dhe ashtu si që premtova që do t'ju demonstroj edhe si ka dal nga brenda. Ju lutem ndiqni të gjitha detajet që i kam paraqitur në video që dhe ju të fitoni një rezultat të tillë të baklavas së Bajramit. Shpresoj që do ta gatuani, do ta provoni dhe do ta shijoni me më të dashurit e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.